besoj edhe ish dasht me qenë këtë trishën rivale atje që bëhet gara, sepse në Drenas për dallim prej komunave tjera si herët është bën një farloj perceptimi se ndarja e votuesve është ndërmjet zotit Ladrusi, kryetari aktual, dhe zotit Petrit Hajdari që është kryetari Kështu janë edhe matje. Po besoj që tani kjo pak mund të ketë befasi dhe do shpresoj edhe besoj sepse jam i orientuar mandej, po fundja fundit në përgjithësi po ka pas një fushat të qetë, fushat të mirë, ai që ka dashur me po programet ka mujt me po programe, por fatkeqësisht ka pas edhe aktrime ose show të ndryshëm të cilat realisht nuk ish dashur me ko pjesë fushatës, por jemi ku jemi, kjo është mentaliteti jonë dhe tillat edhe duhet me ka përcy. Ndërsa vit shkurt sa i përket shkurt te kandidatët gra. Po sa shkurt e pate. Te ankesat që kryesisht edhe kur ka pas nominime, se po flas për barazinë e grave, se po flas tash për partinë. Kryesisht janë kandiduar në qendra të vogla ku forca e partisë ka qenë shumë e vogël. Ato në një farë mënyrë tani edhe janë instrumentalizuar pak, por për shembull kemi kandidat për kryetar komunës për Pejs, kemi për Prishtinë, kemi për Gjilan, kemi për Ferizaj. Pra aty ku mund të fitohet gratë nuk janë pjesëmarrëse. Prandaj po them që akoma nuk kemi shkput tërësisht nga patriarkalizmi, edhe gratë akoma nuk janë të barabartë me burrat në këtë pikpamjen e kandidatimit. Unë ty të falenderoj shumë që më tregove që në Drenas kemi një kandidat të vendosur. Faleminderit. Xhani, për ty si ishte deri sot? Po përveç që ishte një fushat e gjatë, brenda kësaj fushate, brenda këtij 30 ditëshit kemi pa një kualitet shumë të mirë, kemi pa një mentalitet garus shumë më të përshtatshëm dhe me gjuhë më të përshtatshëm se sa në zgjedhjet nacionale që kishim para disa muajve, dhe anën tjetër pra një kulturë e cila po besoj që edhe në të ardhmen duhet praktikohet. E kemi pa pothuajse në gjitha debatet përjashtimisht një ose dy në fund çdo debati që ke pas se cili ja ka shtrënguar dorën tjetrit, dhe aty pra ka përfundu gara, kur ka përfundu gara pra mirëbesimi, mirëkuptimi dhe shtrirja e dorës ka qenë prezente. Një kulturë e tillë duhet të vazhdojë dhe tutje për shkak që po flasim për një garë që ka shumë garus dhe nëse krijojnë ndarësi, pra siç është rasti i Drenasit edhe shumë komuna tjera, nëse janë 200 vetë në garë, dhe ata fillojnë me pas tension edhe një gjuhë të ashpër, atëherë vërtet mund të Ku ke pa ashpërsi, të cilat se ti ke përcjellur debatin, për dallim nga krenari si ka përcjellur. Ashpërsia, ndoshta ka qenë Podujeva pak më e ashpër, ka qenë Shtimja ndër më të ashprat, ka qenë me një tendencë edhe fushë Kosova, Mitrovica nuk kisha thonë, Mitrovica ka qenë goxha ashpër, këtu ka qenë but në studio, po kështu në media online me kështu ka pasur fushat anti-shumë. Mitrovica ka pas tendencë për ashpërsi, por ka pas ndoshta përplasja në mënyrë të qetë, por ka pas përplasje, po toni dhe ngjyra e komunikimit ka qenë shumë më e butë se sa po e zom. Edhe Lipiani nuk është që ka pas, e kemi pas zotin Qeriqi që shpeshherë vështirë me dal nga petku i ushtarak dhe që lën atë ngjyrë. Por që ndër më të ashprat dhe me një gjuhë që nuk harrohet lehtë ka qenë e Podujevës dhe Shtimja pra që nuk ka qenë më butë që se ke pritur shembull. Prishtina? Me butë nuk isha thonë Prishtina, ka pas disa komuna, Klina ka qenë. Klina ata kishte qenë si një parti gjithë. Po, Klina ka qenë kogja e butë, nuk ka pas të tjera që mundesh me thonë që Prishtina s'është duke më butë sa që kanë pritur. Prishtina, ndoshta më butë se sa që kanë, po kur të deshifrojmë mënyrën se çysh komunikojshin, del një lloj ashpërsie ndoshta më shumë se sa Klina. Pra, kam përshtypje më shumë Prishtina kishte tendencë me nxonë cili po gabon tjetri, dhe me provu, ma shumë ishte edhe pjesë qesharake, kur fillun akuzat për ofendim ndaj njëri tjetrit, po që realisht nuk kishte ndonjë ofendim ose të debati që ka ndodhur, të debatin duka qenë. Po duka qenë. Por që
Ndoshta Prishtina ka pas mundësi ma shumë kualitet. Kam përshtypjen vetëm një debat nuk ka mjaftu